pse u kriju ideja në Kosovë që ata që kanë vdek gjatë luftës janë të mirë, këta që janë të jetu dhe kanë luftu, më stomone, po thonë që në hajna, dolovergji, nuk ju besohet, pse u kriju kjo atmosferë? A duhet gjithçysh me vdek për atë dhe për me qeni mirë? Kjo është logjike e keqe, sepse nëse ti e konfront luftës me qatë dëshmorë, ti ke mujtë me konë dëshmorë. Pa e prejkë qështjën e luftës. Unë e përmenë, duna me përmenë që jena në ditën e çlirimit. Dje ishte Albin Kurti bën nderimet e varri i presidentit Ibrahim Rugova. Nëse nalimi në kohë dhe i kthejmë deklaratat e Albin Kurtit, çfarë ka thonë për Ibrahim Rugova në vitin 2002, në vitin 2006, deri në vitin 2019, e ka quajt kolaboracionist, të me thonë bashkëpunëtor të armikut. E ka quajt Hashim Thaqin tradhtar i kombit, pse Hashim Thaqi ka marrë pjesë në varrimin e presidentit Hashim Thaqi, presidentit Ibrahim Rugova. Pra, këtu u shkrijuaj narracionin që ti kur të vdesësh, derisa të vdesësh, ti je, nëse kini pozicionet dhe nëse kini autoritet dhe nuk i pëlqen palës tjetër, ti je me Serbin, ti je tradhtar, ti je gjithë shka. Në momentit që ti vdesësh, natë masanit bojnë aerot, thurim e lozhe, të bojmë njerin ma të mirë të moshëm. Kjo është logjik e gabume, sepse nëse për 20 vjetë një njeri për ty pas ka qenë kolaboracionist, atër qysh në një natë të tjetër u bo hero. Dhe më thonë, kjo ka lëzën qëfar hipokritësh jena. Nuk ka vënë, dje për shumë më ka dorë e gërditshme mënyra kur e kum pa Albin Kurtin të ba homazhe dhe mënyra qëshja në gjehke ato e lozhet dhe kështu vetë kom i kom hullëm tu deklaratat e tina të mahershme, kom shu videot dhe tash ti i dëgjon do deklaratat tjera edhe e shek kryeministrin të ba, apo kupta, nuk shka në mbrejt. Që ba Albin e kopjan Hashimin, se ka po Hashimin të shku. Hashimi se ka qujt tradhtar Ibrahim Rugova. Ka pas këgja... Ja, me shprejë, jeton. Ka kanë sulmue... Ka kanë sulmue... Kopjan, nuk po thëmë për të keqë. Ka pas konkurencë politike, por nuk i ka thonë je tradhtar, je kolaboracionist, Hashimi si ka thonë e Rugove, skor. Me gjitha të në mes vete, nuk ka qenë një periud, jo në pikun më të mirë të marrëdhënie në mes të Rugovës dhe Thaqit, po pa dasht me diskutu për ta. E dim që si kanë pas, pas kanë pas të gjumë e kanë fjallën. Njëri më nuk jeton, e tjetëri është në rrethona. One në asë një moment nuk du deri sot të lirohet nga i proces, s'du me nëzirë një laft kesh për shlirimtarët tonë. Se kalon edhe vepra që duhet mu diskutuje tonë, se është veç qytetari thjesht që sa dësh nesër nuk është. Shpresojmë që ata dalin të lirë, e të diskutojmë për dëmat... Të pjesa e luftës kërkush po i konteston sa në të pastër. Po i diskutojmë për vepra që i kalon vene. Diskutu për ta, kur ata janë në një pozicion të vështirë, nga ona janë me doket e pandershme. Edhe... Po, jeton, nora ka në kontesin e për gjithë shumë të njerëzve që kanë luftu njëra se si po atakohen. Unë menaj që edhe Albin Kurti si kur të kishte luftu, edhe të ishte në vendin e Hashim Thaqit, kisha me menu kështu. S'ka rëndësi. Në më thonë, s'po marrë shembull vish Hashim Thaqin. Ideja është në qofë se shkojnë të varri Rugovës, nuk paraqet shumë për mu problem. Dhe unë nuk du për ta kundërshtu afer ditën, por që... Se cileshen e ndryshë, normal. Por që unë shka menoj që njeri ju më fund të kapitullit e ti të jetës matët mbi bazën e veprave. Qka ke bo për këtë vend? Nuk ka fare rëndësi, në qofë se shkojnë për kullet të vari Rugovës, s'ka fare rëndësi, në qofë se ti e nderon të vdekurin ke nderu vetë vetën, s'ke bo asë gjëma shumë, asë gjëma pak. Po në qofë se ti ke kërku përgjësi publike për mja bo jetën më të mirë qytetarëve, kjo për mu ka rëndësi. Edhe unë menaj që në se cilën studio televizive, pa dosh me imponu diskusin. Jeton për pajtoshme që të farloj hipokrizie të tia? Jo, kjo është, si me thonë, mirë, ka vendos me shku, ajo është udhëhes si institucionit, pa kërku falje për ato që ja ka thonë. është kryeministër, qërë ajo ka shku. Ta në kjo nëzirë shumë tema, më falje tënë, kjo nëzirë shumë tema, sepse mas pare Albin Kurti me kërku falje, që ka thonë, unë nuk negocioj me Serbin
pa na kërku falje për këtë ato që na e ka bo. Edhe pa e gjithë të zhdukurin e fundit me këthyn Kosovë. A e ka vazhdu me negociu, na e dim qka bënaj edhe qka thët edhe qysh vepra. Për miro shkurt jetoni mire ka, për thët asë një premtim se ka moj. Po, veç që e Zajednisi ka met, edhe ato ka me bo që tash mandatin e parë. Që tash punën e parë, Zajednisi e ka vetë me na gjithë. Zajednica më stendrojnë atimën po shpejt me datën 13 tetor, në shovë se garon lista serbska edhe i fiton me gjas komunat, aja fillon mu implementu. Pa në nënshkrim, që ashtu që është se dë për lypin në nënshkrimin. Jemi krejt fundit, po duhet diskutu pak 15 pikëshen që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka propozu, ma dje si partia e treta vërdit për drejtuam ty, se dje ka pas edhe konferencë për media, ma dje në fakt ai na kish pa shpjegu halësisht se ç'është duhet me ja bo. Në anën tjetër, siç duket Lidhja Demokratike e Kosovës e ka një farë kompleksi mu rreshtu me ish opozitarët, po nuk e ka kompleks të gjithë me i bo bashkë me një qeveri edhe me bo një farë lloj katrahure se nuk e di sa e ka Kosova rrethanat me kalu në një proces të tillë. Çu shepet ti 15 pikëshen? Po tash ai dule elaboroj edhe pse më të thallë drejtën s'është që e kum unë vetë ja kum elaboru. Pikat, po jo veç çka ka thonë me parë që ka pas një konferencë për media, por tash ti njëherë pozicionor që s'po du me kërkon me hi. Po dhe që aty është të sejtë? Pozicionor, s'po du me Albin Kurtin, se më ka thonë hajvane qa po dione, s'po du me opozitën, po du me najtë në pozitë, dhe tash del edhe jep një ide për një qeveri tranzicioni. Na shqyqër zotit institucionit të kena pas të konsolidume dhe nuk jena në ndonjë fazë të tranzicionit ku do mi me bo një qeveri të tranzicionit. Ti nëse bashkë po ki qef me një qeveri hen, po të lutë Albini, po të bënë ftesa, pithu jo. Nanën tjetër, Bedre Hamza ose Memri Krasni që po thonë që ne le të dështon. Na i kemi numrat. Ky del edhe thot, jo si ka numrat as ish opozita si ka, por e jep një ide të një qeverie tranzicionit të cila djetë të qartë që mas pare vetë vendosja pre nuk ja pranon ato, nuk ja pranon, sepse vetë vendosja po i bën kërkesë me një qeveri. Nuk po dënë dhe në ndërkohë po menon Lumir Avdigjiku që po ja pranon vetë vendosja. Kjo është absurde. Kjo është veç me thonë hajtë po thomë diçka, po nëzjerit diçka në kuptimin që edhe na po dhom idejës, nuk po rrim këtë, apo në realitet nuk është diçka që mundet me... Unë nuk është diçka si të realizushme se s'po shë disponim për që ka mu bo bashkë të gjitha për një qeveri të tillë të tranzicionit. Okej, Zoti Alimi, që është ati propozimin e Lumir Avdigjikut? One, e tha dhe Zoja Përdit shumë mirë, që one ka kaluaja kohë aty në seneve, nëse është i pavarë së vranë, si do qoftë, one besoj që këta politikan, qofshin edhe kuptohet faj kryesori i bjenë, Zotit Kurti Lëvizje vendosi pikështë e s'ka kur që mundet me thonë diçka tjetër, po një faj të paktën e banë edhe opozita, adim se? Se faktikisht i mbo kryenes se nuk i dhojnë epilog dhe nuk bojnë zgjidhe. Na e dim që s'ka Zoti Kurti votat as për qeveri, as për komend. Është pik, po pse nuk gjindet një par formule me dalë që të kompletum. As opozita s'është të kompletume këtu. Nuk ta e në përqam vënd zvejtë? Edhe jenë kërkesa të shumëta. Për shamë Zoti Hamza po dënë kryeministër. Lumiri kryeminist, Ramush e din çfarë epshe ka për president, kështu që është e pamundër. Edhe nëse i kanë votat, po krye parlamentare nuk mundet